të politikave, planeve, agendave. Klima është në qendër të çdo agjende, kështu ka deklaruar zëvendës kryeministre Albana Koçiu në konferencën rajonale për kliman. Ajo nënvizoi rëndësinë e koordinimit duke u shprehur se duhet të jemi të bashkuar. Klima nuk është më një temë në fund të agjendës. Ajo është një temë në qendër të çdo agjende dhe kjo tregon në fakt diçka shumë të rëndësishme për Bashkimin Evropian. Ai nuk është vetëm një projekt ekonomik, këtë gjë po e dëshmojmë të gjithë për ditë në tryezat e negocimit, nuk është një projekt institucional, është një mënyrë e të menduarit. Është një mënyrë për të zgjedhur së bashku se si i qasemi dhe si i zgjidhim problemet që në mënyrë që asnjë vend të mos jetë vetëm dhe të mos i zgjidh ato i vetëm. Ndërkohë, ambasadorja e Zvicrës në Tiranë Ruth Huber tha se ndryshimet klimatike nuk janë më një kërcënim i largët, por një realitet që ndikon drejt për drejt në jetën e përditshme. Shqipëria nuk është këtu për të dhënë mësime, jemi për të mësuar dhe për të shkëmbyer eksperienca, por aspirata jon sot nga kjo konferencë dyditore është edhe të mësojmë nga praktikat më të mira, po investojmë në sistemin e paralajmërimit, në mbrojtjen civile, teknologjinë dhe inovacionin. Konferenca e rajonale për klimën mblodhi përfaqësues nga vende të ndryshme të rajonit dhe ekspertë të mjedisit për të diskutuar sfidat e ndryshimit klimatike dhe rëndësinë e bashkëpunimit.